Nenad Rashiq nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë u zgjodh nën kryetari i Kuvendit të Kosovës pas dështimit të 9 propozimeve të listës serbe dhe kalimit në zgjedhjen e nënkryeitarit përmes procedurës së shortit, me 71 vota për, 9 kundër dhe 24 abstenime, ai u bë njëri nga 5 nënkryetarit e Kuvendit të Kosovës, përveç votave nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje dhe disa prej deputetëve të komuniteteve jo shumicë jo serbe. Ai siguroi edhe votat e deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës abstenuan, ndërsa lista serbe votoi kundër. Pas këtij vendimi, kryetari i Kuvendit Dimal Basha e shpalli Kuvendin e Kosovës të konstituar pasi Nenad Rashiq u zgjodh nën kryetari i Kuvendit nga Pakica serbe. Rashiq është nën kryetari 5 i Kuvendit. Ai e deklaroi gjithashtu të mbyllur seancën e konstituive të Kuvendit të Kosovës. Kjo nuk kupton se tani është hapur rruga edhe për formimin e qeverisë së re të vendit, shumë muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Deputetja nga Lidhja Demokratike e Kosovës Hykmete Bajrami tha se arsyeja pse deputetët e LDK-s votuan për Nenad Rashiq si nënkryetar të Kuvendit është akt gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese. Ne votuam për Nenad Rashiqin sot sepse akt gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese ka dhënë një interpretim të cilin ne nuk e kishim paraparë dhe sipas asaj që ne kemi kuptuar, ai ka të drejtë të zgjidhet nënkryetar nga komuniteti serb, tha Bajrami. Lista serbe insistoi se të drejtën për të zgjedhur nënkryetar nga radhët e komunitetit serb kanë vetëm deputetët e listës serbe, pasi që ata përfaqësojnë vullnetin e shumicës së komunitetit serb. E pyetur nëse do të ketë ndonjë koalicion për formim të qeverisë, Bajrami shprehu skepticizëm, pasi që tha se nuk ka shumë kohë për një marrëveshje të tillë. Nëse nuk formohet qeveria, votat e LDK-s do të jenë për shpërbërje të Kuvendit, tha ndër të tjera Bajrami.